E pat vetë ju si ishte. Uraganin e pat. Herë më i madh ishte zemërimi. Imagjinoni ju se po shkohet drejt triumfit të ligjit dhe kushtetutës. Berisha Mariglen Kume nga MCN-TV. Më datë 25 deri më datë 27 janar, kryeministri Edi Rama pati një vizitë zyrtare në Izrael. Kjo vizitë vjen në një kohë kur kryeministri Rama në zgjedhjet e 11 majit pati si premtim kryesor mbylljen e negociatave dhe antarësimin në BE, ndërkohë që BE-ja kohë të fundit ka qenë kritike disi për shkak të konfliktit në Izrael. Keni një koment për këtë çështje dhe gjatë vizitës tuaj që patët ditët e fundmi, a është komentuar prej partnerëve ndërkombëtar kjo çështje dhe një çështje tjetër është a ju është ngritur si shqetësim nga ndërkombëtarët gjatë vizitës tuaj çështja e dosjes së Akshit? Çështja e dosjes së Akshit, pa diskutim që unë e paraqita atë, dhe paraqita unë ndërkombëtarëve u përpoqa të paraqes dimensionin më me interes për ata, dhe dimensionin më me interes për ata ishte kërcënimi që Edi Rama me Akshin dhe kartel të drogës përbën për ta. Sigurisht që informova se gjithçka tek Akshi është familja Rama, Linda dhe Armani dhe vetë Edi, por, dhe këtë informova, por informova rrezikun real që paraqet Shqipëria e Edi Ramës për ta në eksportin e dhanave më sekrete të përfshirë dhanat e NATO-s në organizatat kriminale dhe në armiqtë e NATO-s. Patjetër, s'kishit mos informoja qëllim kryesor dhe jo vetëm grup, po dhe në sallë plenare, në të dyja, se ka përgjegjësi. Së dyti, tani do të them unë kaq. Kudo që të shkel ka me ati, dhe kudo që të shkoj, a i shkon si armik i egër i kombit shqiptar. Edi Rama, në çdo vend që shkon, kudo që ndodhet, në Tiranë, në Surrel, kudo, jashtë vendje, brenda vendit, ai tani është një armik i egër i kombit shqiptar. Ky është përcaktimi im. I qartë besoj. I qartë. Në çështjet të tjera, nuk mund të them se ky është konsiderata e Partisë Demokratike për Edi Ramën.